Në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit të Shkodrës u promovua libri me temë Shqipëria Veriore 1878-1918 dhe impakti i fuqive europiane. Ky botim përmbledh aktet e konferencës shkencore ndërkombëtare të mbajtur në Shkodër me 18 tetor të vitit 2024 dhe përfshin punime të historianëve dhe studiuesve nga vende të ndryshme, të cilat shpalosin zhvillime politike, shoqërore dhe kulturore të Shqipërisë së Veriut në fundin e shekullit të 19 dhe fillimin e shekullit të 20. Mendojmë që në mënyrë modeste ky libër ka me kontribu shumë për pasurimin e disa ideve dhe opinioneve për mi fakte historike që kanë të bëjnë me periudhë shumë delikate të Ballkanit dhe veçanërisht Shqipërisë, periudhën 1878-1918. Ishte një ide interesante bashkë me mikun tim Dominiken, që të organizojmë në Shkodër, në Universitetin e Shkodrës, një konferencë shkencore ndërkombëtare. Austro-Hungaria saj kohë dhe Austria kanë kënë mendojun faktorët, mos me thanë kryesor, nërma kryesorët të cilit kanë ndiku në përcaktimin e fateve të kombit shqiptar, konkretisht të Shqipërisë së sotme, në kuptimin politik, në kuptimin e ndërtimit të standardeve të gjuhës, të alfabetin, edhe të ndërtimit të bazave të ndërtimit të shtetit modern shqiptar. Studiuesi Ulqinak Nail Draga thotë se Mali i Zi ka luajtur një rol kyç për ta ndihmuar Shkodrën, kryesisht në mbrojtje të gjuhës. Unë në këtë konferencë kam trajtuar çështjen e shkollimit të shqiptarëve në Maltezi në kohën e sundimit të Austro-Hungarisë në vitin 1916-1918. Kam theksuar në mesterës se shqiptarët për të parën herë kanë mësuar shqip dhe Austro-Hungaria ka merit të jashtëzakonshme që ka hapur 23 shkolla në gjuhën shqipe, shkollat e cilët që shqiptarët për parën herë kanë dëgjuar gjuhën e tyre shqipe. Por fatkeqësisht me përfundimin e luftës së parë botërore, shkolla shqipe në Maltezi u mbyllen dhe shqiptarët përjetuan një fat tragjik për arsye se pushteti slav i asaj kohe i kishte të ndaluar mësimin e gjuhën shqipe për arsye se strategjia politike e Malit të Zi, por edhe të Mbretërisë Jugosllave ishte asimilimi i viseve shqiptarëve dhe viseve shqiptare në Maltezi. Promovimi i këtij libri u organizua nga Departamenti i Historisë në bashkëpunim me Konsullatën e Nderit të Austrisë. Takime të tilla i shërbejnë edhe brezit të ri për të njohur me vitet e errta të historisë që ka kaluar vendi ynë. Një ndihmë të madhe në botimin e këtij libri ka dhënë edhe studiuesi Dominiku Gjini.